3 muaj para zgjedhjeve lokale, kryetari i Bashkisë së Vlorës, Shpëtim Gjika, ka provuar prangat në akuzën e shpërdorimit të detyrës dhe falsifikimit të dokumenteve, vetëm pa kohë pasi gjykata e Tiranës e shpalli të pafajshëm përballë të njëjtave akuza. Kryebashkiaku i qytetit bregdetar është prangosur pas ditën e së premtes në banesën e tij në zonën e Ujit të Ftohtë dhe bashkë me të pas hekurave kanë përfunduar dhe shefja urbanistikës Doriana Sulaj dhe biznesmeni Artur Haxhi, të cilit akuzohet se i kishin dhënë leje të jashtëligjshme për ndërtimin e një pallati 11 katësh. Mandatet e prera nga prokurori Ramadan Troci i bëri njohur për arrestimin e ish-guvernatorit Ardian Fullani dhe të vullosura me masën e sigurisë arrest me burg nga gjykata e Vlorës janë zbatuar nga grupi operacioneve special. Kjo video amatore tregon momentin e arrestimit të biznesmenit Artur Haxhi, i cili u vunu pranga në kohën që sapo kishte përfunduar një transfer parash. Ndërsa treta arrestuarit u dërguan në drejtorinë e policisë së qarkut Vlorë, prokuroria e përgjithshme përmes një deklarate zyrtarizoi akuzat ndaj Gjikës, vartësve të tij dhe biznesmenit vlonjat dhe zbardhi detaje nga hetimet. Gjithçka ka nisur në bazë të kallëzimit të një shtetase të regjistruar si procedim penal me numër 1264 në vitin 2013, ndërsa veprimet hetimore sipas prokurorisë kanë provuar se në mbledhjen e KRT-s së Bashkisë Vlorë të datës 17/1/2011, duke u nisur nga përmbajtja e protokollit të kësaj mbledhje, nuk rezulton që të jetë marrë në shqyrtim ndonjë kërkesë për shesh ndërtimi apo për leje ndërtimi nga pronarët e trullit të mësipër, apo nga subjekti ndërtues. Si dhe nuk rezulton që të jetë miratuar shesh ndërtimi dhe leje ndërtimi në favor të pronarëve të trullit dhe subjekti ndërtues të mësipër. Në këtë mënyrë, prokuroria bazuar në hetimet e deritanishme vlerëson se ekzistojnë dyshime të arsyeshme dhe të bazuara në prova se shtetasi Shpëtim Gjika në bashkëpunim me shtetasen Doriana Sulaj ka konsumuar veprën penale falsifikimi dokumentave nga personi që e ka për detyrë të lëshojë dokumentin, shpërdorimi detyrës, ndërtimi paligjshëm dhe veprime që pengojnë zbulimin e të vërtetës, ndërsa shtetasi Artur Haxhi dyshohet se ka konsumuar veprat penale falsifikimi dokumentave në bashkëpunim dhe më shumë se një herë, ndërtimi paligjshëm dhe mashtrim. Kjo është hera e dytë që kryebashkiaku i Vlorës përballet me drejtësinë me akuza gati të njëjta. Më 27 nëntor të 2014-s, gjykata e Tiranës e shpalli të pafajshëm për akuzën e falsifikimit të lejeve të ndërtimit të 2 godinave, njëra në lagjen Pavarësia dhe tjetra në bulevardin qendror Vlorë Skel, në vendin e quajtur Tre Rasat.